Në procesin plumbi i art, me bashkëpunëtor drejtësie Nuredin Dumanin, dëshmoi mjeku që i dha atij ndihmën e parë pas plagosjes nga atentati i marsit të 3 viteve më parë, moment kur ai ra në prangat e policisë. Kirurgu Julian Malaj rrëfeu se u telefonua nga një numër i panjohur për t'i dhënë ndihmë mjekësore një personi, për të cilin u porosit të heshte. Mjeku që aso kohë u procedua penalisht për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, u përball me togat e zeza në gjykatën e posaçme, i thirrur nga 2 prokurorët e çështjes, Doloreza Musabelliu dhe Behar Dibra. Në vitin 2022 kam qenë kirurg. Ka qenë ora 9:30. Më ka marrë dikush dhe më kërkoi për një vizitë në shtëpi. Më mori dikush që çalonte, Henrik Hoxha i duhet ishte, dhe më çoi në ca rrugica që nuk po kuptoja ku ishin. Në Fier ishte qyteti, por banesën nuk e kujtoj. U futëm në një garazh e pastaj në një apartament. Më thanë që çfarëdo që të shohësh atje nuk do t'tregosh. Mjeku tregoi se nuk identifikoi askënd, por përshkroi një person që i ngjan Nuredin Dumanit në momentin kur u arrestua nga policia mbrëmjen e 29 marsit. Kur shkuam në apartament ishte një person me fasho në kurriz, ishte një kaçurels me tatuazhe. Unë thash që ky është për operacion. Ai kishte një plag me armëzjarri, plumb hyrës, por nuk kishte dalë. Apartamenti ishte në katin e 5 me ashensor, por nuk di ta them se ku ishte. Atje ishte edhe një vajzë dhe Bledi Bërdalla që kishte një laborator mjekësor. As një minut nuk zgjati qëndrimi im aty. Kur shkova në spital pash një makinë që më vinte nga pas, edhe në shtëpi shkova me frikë. Nuk fola me personin që ishte plagosur. Mbi automjetin e Nuredin Dumanit, atë ditë u qullua mbi 20 herë. Ngjarja ndodhi në fshatin Papër të Elbasanit. Edhe Dumani ju përgjigj breshërisë me plumba, por më pas braktisi makinën dhe u largua nga vendi i ngjarjes drejt shtëpisë ku edhe mori mjekimin e parë, derisa policia ra në gjurmët e tij. Arrestimi i Nuredin Dumanit e bëri atë një nga dëshmitarët më të rëndësishëm të prokurorisë së posaçme, që zbardhi krimet të paktën 12 viteve të fundit, ku protagonist ishte ai dhe emrat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare.